Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velihaj ka postuar një ftesë për qytetarët e kryeqytetit, që ndoshta do sjellë diskutim. Me kërkesën për ta pastruar Tiranën më 4 shtator, kryeqytetari i Tiranës kthen idenë aksioneve vullnetare, që dikur ishin të përjavshme. Pastrojmë Tiranën, 4 shtator, aksion qytetar për pastrimin e kryeqytetit. Mos harro, duhesh edhe ti. Ndërkohë kryebashkiaku në turin e tij të prezantimit të administratorëve ishte për të i dajtit këtë të hënë në zonën e Shëngjergjit, komunitetit të cilit i ofroi projektin e zhvillimit turistik. Ju garantoj që deri në fund këtij mandati, Shëngjergji do të ketë një emër që nuk e ka pasur deri më sot, dhe besoj do të jetë e lakmueshme për një pjesë të Tiranës që preferon ajrin e pastër, që preferon të jetojë në periferi, që preferon të ketë një jetë sa më pranë natyrës, sa më të shëndetshme dhe sa më dobishme në një ambient fantastik siç e ka Shëngjergji. Dua shumë që të kemi një kalendar dhe që ta zhvillojmë. Në tetor do të kemi garat me makinat relli, ku duam që patjetër malësinë e Tiranës, zonën e Shëngjergjit, me turistët e huaj që do të sjellim, ta promovojmë jashtë masa. Ne duam që të organizojmë disa festa dhe aktivitete tipike të Shëngjergjit, siç është domatja e vonë, siç janë disa festa të fshatrave. Sa i përket punëve, bashkia vazhdoi të pastrojë trotuaret e zaptuara në njësinë bashkiake numër 5. Nën kryetari Arbian Mazniku tha se asnjë metër të Tiranës nuk do të jetë i pushtuar nga palishmëria. Me spari ky është një aksion i cili ka nisur dhe nuk ka për të ndaluar derisa ne të rikuperojmë çdo hapësirë publike e cila duhet i rikthehet qytetit. Spari kompromis me zhulin ne nuk bëjmë, ne do t'i kthejmë qytetit çdo hapësirë të mundshme e cila është zënë nga pislëqet, nga pastërtitë, apo çdo hapësirë e cila i është marrë nga individi të përbashkës dhe qytetarëve, dhe duhet që neve t'ja rimarrim dhe t'ja kthejmë qytetarëve këtë hapësirë, dhe siç po shikoni në secilin prej këndeve apo hapësirave, po ka hapësira që po i kthehen publikës. Deri në mesin e shtatorit, kur pritet të fillojë dhe shkolla, dy do të jenë dhe sfidat e bashkisë: pastrimi i trotuareve nga karriget, tavolinat dhe tezgat, apo edhe pastrimi i lagjeve nga llumi e papastërtia.